Vetulla, 1, 2, 3. Vetulla. Vetulla. Oj supernov. Jo, bre si s'jam a supernov, tash jam super BBB. E vërtet. Shumë faleminderit për gjitha fjalët e mira. Arjan? Po dëgjoja shndritjen me vëmendje. Dhe ndërkohë Ju pëlqeu intervista e shndritjes? Sa ta ka diçka që është e vështirë ndoshta dhe ta shpjegosh, sepse jam dakord me ty Shndrit që ti ishe me fat dhe vajte deri në këtë pikë të lojës shumë afër. Një nga zërat më të mirë të muzikës moderne shqiptare, zonja dhe zotrinj, Lore! Mirë, okay, seriozisht. Tani kur kam hyrë për ditën e imja, gjithmonë kam uruar që Brikena edhe Mateo me qenë bashkë. Edhe jam shumë i lumtur që i kam pa bashkë, edhe ja kam përcjell rrugtimin e tyre deri sot. Që ke dhe hipokrit për te se je. Po patjetër. Je dhe hipokrit. Këto janë detaje të vogla që kanë të bëjnë me lojën, por nuk kanë të bëjnë me ty si person. Patjetër, faleminderit. Faleminderit shumë dhe ju uroj shumë suksese të dyve, mund të na bashkohet. Ore, është interesë ky tipi. Se këtë vit edhe Francesca dhe ky kanë folë që kësi shumë, jo po je i pacip, jo po, do me dhe në kanë sulmuar ato banë, si mund t'i thua që jetë hipokrit? Si la njerë Kiara këto, I love her. Dhe për kaq pak sa do. Tja, në Eurovizje kështu. Je i mrekulluar. Oh, come on, pse? Okay, Rogerti ka të këshia dhe veta, po come on, pa Rogerti në final, dhe ishte shumë boring me njerë. Elaborojmë. Ti elaborojmë të din, pse mendoj të gjë. Mendoni se ka të drejtë Balina? Për Gertin apo për Selin? Ka thënë duke ndryshuar kahun. O Gerta, e ke thënë bre të podcasti, e ke thënë që si banor, Rogerti të pëlqen se ka zgjuar të Rogerti ka gjithë. ngritur lojën e Selinit dhe jo e ka ulur. Po? Dhe që në momentin që Rogerti është futur në Po shtëpi, më thua se kam thënë, e ke thënë, s'ke thënë që është finalist. Apo fitus. Jo, ke thënë që është finalist. Ka thënë që është finalist. Pse gënjen Gerta? U mendoj se një prej tyre, Rogerti, është një finalist që për mendimin tim nuk e meriton të finalen. Folin prej natit, ta shu bënën shumë reperka, po këto edhin ku shumë më me.